Një javë para Pashkëve, besimtarët e krishterë janë gjetur në malin e Taraboshit në ritualin e udhës së kryqit, që simbolizon vuajtjet e Jezu Krishtit. Është e bukur që sot, si dioqezë gjithë bashkë, fillojmë këtë udhën e kryqit. Sigurisht në këtë javë, në këtë kohën e kreshmeve, çdo famulji ka bërë udhën e kryqit në bashkësinë e vet, por është e bukur që sot si dioqezë bashkohemi për të bërë këtë udhëtim. Do me thënë, udhën e kryqit është momenti në të cilin ne të krishterë e meditojmë mundimin e vdekjes së Jezusit, që do të meditojmë në mënyrë të veçantë në javën që fillojmë nesër, për të arritur në momentin e gëzimit të ringjaljes, që është pikërisht festën e Pashkëve. Përmes 14 dalesave, besimtarët katolik kujtojnë vështirësitë gjatë një viti dhe si duhet të përballen me to. Në këtë udhëtim e përkujtojmë gjitha situatat të vështira që secili prej nesh, si qytet, si kombi, si shtet, mund të përmballojmë, duke besuar që vdekja nuk është fjala e fundit, bas vdekjes është ringjalja, bas vuajtjes është edhe gëzimi. E kjo është udhë që tani fillojmë me devotshmëri, duke medituar vdekjen e ringjaljen e Krishtit. Dhjetar besimtarë ishin pjesë e këtij rituali që mbahet prej shumë vitesh në malin e Taraboshit. Për çdo vit vi këtu, është i vend i shenjtë. Inshallah kjo feste, këto ditë të mëdha se Pashkëve, inshallah njerëz i bashkon. Jena shumë gëzuar për këtë mesh që njifit për herë vjet që bojnë maja Taraboshit. E gëzona shumë. Udha kryqit simbolizon udhën e dhimbshme dhe të mundimeve të Krishtit, i cili duke mbartur kryqin e tij mbi supe, shkoi drejt te kryqëzimi për ta shpëtuar njerëzimin nga mëkatet.